Pesë kandidatët e Aleancës për ardhmërinë e Kosovës për kryetar komunash të hënën kanë hapur fushatën për raundin e dytë me synim për të udhëhequr me qytetet ku garojnë. Në 4 komuna ata synojnë të vazhdojnë qeverisjen e tyre edhe për 4 vjet. Ardian Gjini, i cili është kryetar aktual i Gjakovës, përmes një video mesazhi të hënën ka thënë se do të vazhdojnë projektet e mëdha edhe në 4 vjeçarin e ardhshëm. Gjakova ka me qenë në kapitullin e vet më të mirë ndonjëherë. Nuk jemi udhëheq as për përçarjes, as për urrëtijes, edhe njëjtë dojmë me vazhdu. I duam gjithë qytetarët e komunës sonë, e duam komunën tonë më të mirën që mundet me qenë dikund. Bashkëpartiaku i tij, kryetari i komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, po ashtu ka kërkuar votën e qytetarëve, siç ka thënë, për të vazhduar projektet e mëdha. Duke ju falendëruar për mbështetjen dhe për krahjen që më motivon të vazhdoj me punë e përkushtim për komunën tonë, unë do të jem para jush dhe me ju këto det për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja, për të dhënë sugjerime për planet e mia dhe për të shtjelluar hollësisht programin tim qeverisës. Le të mobilizohemi për fitoren që na pret dhe të bëhemi gati edhe më shumë për punët e shumta dhe projektet e mëdha që i kemi para vetes për t'i bërë realitet, e që të përmirësojmë jetën dhe mirëqenien e qytetarëve të Rahovecit. E kryetari Suarikës, Bali Muharremi, të hënën ka inspektuar punimet në rrugën Shirok Topliqan, për të cilën ka thënë se i lidh 4 fshatra. Kemë fillu edhe besoj që shumë prej të mena muajt kryet kjo rrugë do të jetë në interes të gjithë qytetarëve, do t'i mundëson qytetarët të kalojnë më lirshëm. Aleanca për ardhmërinë e Kosovës, post Gjakovës, Rahovecit e Suarikës është në balotazh edhe në klin me kryetarin aktual Zenon Elizaj dhe në junik me Agron Kuqen.